Policia e Tiranës arrestoi Luan Maçin, 42 vjeç, autorin e grabitjes së armatosur në rrugën 5 Maj, ku mori 120.000 lekë të reja. Operacioni i shpejtë i forcave të rendit u finalizua brenda pak orësh pas ngjarjes. Ngjarja ndodhi mëngjesin e sotëm, rreth orës 09:10, ku një grabitës i maskuar hyri në pikën e kombimit valutor në një qendër tregtare në rrugën 5 Maj në Tiranë. I veshur me të zeza me kapuçë dhe fytyrë të mbuluar, ai kërcënoi punonjësen me armë zjarri dhe detyroi të dorëzonte parat nga arka. Sipas të dhënave fillestare, autori mori rreth 1.5 milion lekë të vjetra. Pamjet e kamerave të sigurisë treguan grabitësin duke dalë qetësisht nga qendra tregtare dhe duke u larguar nga një motor në rrugicat përreth. Menjëherë policia vendosi pika kontrolli në të gjitha akset kryesore dhe rrethoi zonën për të parandaluar largimin e tij. Pas disa orësh hetimi dhe monitorimit të lëvizjeve të mundshme të grabitësit, forcat e rendit arritën të lokalizonin dhe arrestonin Luan Maçin. Parat u sekuestruan dhe autori u shoqërua në ambient të policisë, ku do të përballet me akuza për grabitje të armatosur dhe përdorim të armës së zjarrit.